Surja El Mu'minun, Mekase, 118 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Me të vërtet janë të shpëtuar besimtarët, të cilët janë të përullur në namazin e tyre, të cilët shmangen nga fjalët e kota, të cilët japin zeqatin, të cilët e ruajnë nderin e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme, përveç se me gratë e tyre ose me sklavet që kanë në zotërim, dhe për këtë nuk janë fajtor. Ndërsa ata që kërkojnë përtej kësaj, pikërisht ata janë shkelës të kufive, të cilët u përmbahen amaneteve dhe detyrimeve të marra, dhe të cilët i kryen rregullisht faljet. Pikërisht, ata do të jenë trashëgimtarët që do ta trashëgojnë Firdeusin, ku do të qëndrojnë përjetësisht. Me të vërtet, ne e kemi krijuar njeriun prej palsës së baltës, e pastaj e bëm atë pikë fare dhe e vum në një vend të sigurt, mitër. E mandej, pikën e farës e bëm droçk gjaku, e pastaj e bëm copës mishi pa formë, mandej, me atë mish bëm eshtrat, pastaj i veshëm eshtrat me mish dhe pastaj e bëm atë njeriun krijesë tjetër, duke i futur shpirtin. Qoftë lartësuar Allahu, krijuesi më i përsosur. Mandej, pas kësaj, ju do të vdisni. Pastaj, ju me siguri që do të ringjalleni në ditën e Kiametit. Ne kemi krijuar mbi ju 7 qiej dhe nuk jemi të pakujdesshëm ndaj krijesave tona. Ne zbresim ujë nga qielli me masë të caktuar. Pastaj e depozitojmë atë në tokë. Por nëse dëshirojmë, ne jemi në gjendje ta heqim atë tërësisht. Nëpërmjet tij ujit, ne bëjmë për ju kopshte hurmash dhe rushi, ku ka shumë fruta për të ngrënë, si edhe pemën që rritet në malin e Sinait, e që u jep vaj dhe mëlmes atyre që e hanë. Vërtet, edhe të bagtit, për ju ka shenja për të medituar. Ju pini atë që gjendet në barkun e tyre, hani mishin e tyre, nxirrni shumë dobi të tjera dhe udhëtoni me ato, ashtu siç udhëtoni me anije. Ne e dërguam Nuhun te populli i tij dhe ai tha: O populli im, adhuroni Allahun. Ju nuk keni zot tjetër të vërtet përveç tij. Vallë, a nuk keni frikë prej tij? Por paria e popullit të tij, që nuk besonte, tha: Ky është veç se njeri si ju, e do vetëm të madhërohet mbi ju. Sikur të kishte dashur Allahu, do të dërgonte engjëj. Nuk kemi dëgjuar diçka të tillë nga të parët tanë të lashtë. Ai është njeri i marrë, andaj lëreni atë një farë kohe. Nuhu tha: O Zoti, më ndihmo, sepse ata më quajnë për gënjeshtar. Dhe ne i shpallëm atij: Ndërto anijen në syt mbi këqyrjen dhe frymëzimin ton. E kur të vi urdhëri ynë e të vërshoj ujë nga furra, ngarkon në anije prej çdo lloj gjallëse nga një çift dhe familjen tënde, përveç atyre që janë dënuar të humbasin, dhe mos mu drejto për ata që kanë bërë të këqija, se ata me të vërtet do të fundosen. Kur të hipësh në bark ti dhe ata që janë me ty, thuaj: Qoftë lavdëruar Allahu, i cili na shpëtoi prej popullit keqbërës. Dhe thuaj: Zoti im, mos zbarko në vend të bekuar, se ti je më i miri për të na zbarkuar. Sigurisht që këto ishin shenja. Në të vërtet, jemi ne që i vëm në provë njerëzit. Pas tyre, ne krijuam një brez tjetër.
Atyre u çuam një të dërguar nga gjiri i tyre që u tha: adhuroni Allahun. Ju nuk keni zot tjetër përveç tij. Vallë, a nuk friksoheni? Por paria e popullit të tij, e cila nuk besonte dhe e mohonte takimin në botën tjetër, dhe se cilës i kishim dhënë të mira në këtë botë, tha: ky është vetëm njeri si ju. Ha nga ato që hani edhe ju, dhe pi nga ato që pini edhe ju. Nëse ju i bindeni një njeriu si ju, me siguri do të jeni të humbur. A ju premton ai që kur të vdisni e të bëheni pluhur dhe eshtra, do të ringjalleni vërtet? Sa premtim qesharak që është. Nuk ka jetë tjetër përveç jetës së kësaj bote. Ne jetojmë e vdesim e nuk do të ringjallemi më. Ai është vetëm një njeri që trillon gënjeshtra për Allahun, prandaj nuk i besojmë atij. I dërguari tha: o Zoti im, më ndihmo sepse ata më akuzojnë se gënjej. Allahu tha: së shpejti do të pendohen. E me të drejtë i kaploi ata një zë të tmerrshëm dhe ne i bëm si gjethe të fishkura. Larg qoftë nga mëshira e Allahut populli keqbërës. Pas tyre ne krijuam brezni të reja. Asnjë popull nuk mund ta shpejtojë apo ta ngadalsoj kohën e caktuar për të. Ne i kemi nisur të dërguarit tanë njëri pas tjetrit. Sa herë që një i dërguar i shkonte ndonjë populli, atë e quanin gënjeshtar. Prandaj ne i kemi bërë ata popuj të ndjekin njëri tjetrin në shkatërrim dhe i kemi bërë histori që rrëfehen. Qoftë larg nga mëshira e Allahut populli që nuk beson. Pastaj dërgua Musain dhe vëllain e tij Harunin me mrekullit tona dhe autoritet të qartë te faraoni dhe paria e tij. Por ata ishin njerëz arrogant dhe nuk i pranuan. Ata thanë: vallë, a tu besojmë dy njerëzve që janë si ne, ndërkohë që populli i tyre na shërben neve? Kështu, ata të dy i shpallën për gënjeshtar, andaj ishin nga të shkatërruarit. Në të vërtetë, ne i dham librin, Teuratin, Musait, që ata të udhëzohen në rrugë të drejtë. Ne e bëm birin e Merjemes dhe nënën e tij mrekulli për njerëzimin dhe i strehuam rrëz një kodre të qetë me burime ujë. O të dërguar, hani nga të lejuarat dhe bëni vepra të mira. Vërtet, unë e di mirë çfarë bëni ju. Vërtet, kjo feja juaj është një fe e vetme, ndërsa unë jam Zoti juaj. Andaj friksohuni prej meje. Por ata popuj ku u quan të dërguarit, u ndanë në grupe në çështje të fesë së tyre. Çdo grup ishte i kënaqur me ato që kishte. Andaj, lëri ata në padijen e tyre për një farë kohe. A mos mendojnë ata që ne, duke u ardhur në ndihmë me pasuri dhe djem, po nxitojmë drejt tyre me të mira? Kurse si, por ata nuk janë të vetëdijshëm për këtë. Me të vërtet, ata që dridhen nga frika e Zotit të tyre, që besojnë në shpalljet e Zotit të tyre, që nuk i shoqërojnë asgjë në adhurim Zotit të tyre, dhe që kur japin atë që japin, zemrat e tyre i kanë plot frikë, nga që do të kthehen te Zoti i tyre. Ata nxitojnë të bëjnë vepra të mira, dhe për këto punë janë të parët. Ne nuk ngarkojmë askënd për te i mundësive të tij. Te ne është libri që flet të vërtetën, dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Por zemrat e tyre janë mos përfillëse ndaj këtij Kurani. Ata kanë punë të tjera më të këqija se këto, e të cilat po vazhdojnë t'i bëjnë.
por kur I dënuam pasanikët e tyre në betejën e Bedrit, atëherë ata vajtonin. U thuhet: mos u lutni sot. Ju nuk do të keni ndihmë prej nesh. Juve ju janë lexuar vargjet e mia, por ju tërhiqeshit mbrapa me krye lartësi. Ju flisnit kotësira për të Kuranin, si dikush që rrëfen natën pralla. Vallë, a nuk kanë medituar ata mbi fjalën Kuranin, apo atyre u ka ardhur ajo që nuk u kishte ardhur të parëve të tyre? Apo ata nuk e kanë njohur të dërguarin e tyre, prandaj e mohojnë atë? Apo thonë, ai është I çmendur? Jo, ai u asjell të vërtetën atyre, por shumica prej tyre e urrejnë të vërtetën. Sikur e vërteta të ishte sipas dëshirave të tyre, atëherë do të shkatërroheshin qiejt dhe toka dhe gjithçka që gjendet në to. Ne u kemi dërguar atyre këshillën, Kuranin, por ata shmangen nga ajo. Apo kërkon shpërblim prej tyre? Shpërblimi I Zotit tënd është më I mirë. Ai është më I miri I furnizuesve. Ti I fton ata në rrugën e drejtë, por ata që nuk besojnë jetën tjetër, shmangen nga rruga e drejtë. Sikur ne ti mëshironim ata dhe t'u alargonim fatkeqësitë, sërish ata do të endeshin të hutuar në humbjen dhe mosbesimin e tyre. Ne I dënuam ata një herë, por ata nuk ju përulën Zotit të tyre, e as nuk I drejtuan lutje. Dhe kur u hapim atyre derën e një dënimi të madh, atëherë zhyten në dëshpërim. Është ai që ju ka krijuar dëgjimin, shikimin dhe zemrën. Sa pak që e falenderoni ju. Është ai që ju ka sjell në tokë dhe para Tij do të mblidheni të gjithë. Është ai që jep jetë dhe vdekje dhe Atij I përket ndërrimi I ditës dhe I natës. Vallë, a nuk kuptoni? Por ata thonë ashtu siç kanë thënë të mëparshmit. Ata pyesin: Vallë, pasi të vdesim e të bëhemi eshtra edhe, vërtet do të ringjallemi? Kjo na është premtuar neve dhe të parëve tanë, por këto janë vetëm bralla të popujve të lashtë. Thuaj, e kujt është toka dhe gjithçka që gjendet në të, nëse e dini? Ata do të thonë: të Allahut. E ti thuaju: Vallë, a nuk po ja vini veshin? Thuaj, kush është Zoti I 7 qiejve dhe Zoti I Fronit Madhështor? Ata do të thonë: Allahu. E ti thuaju: Vallë, a nuk keni frikë ju? Thuaj, kush është ai që ka në dorë pushtetin mbi çdo gjë, I cili mbron, por prej Tij nuk mund të mbrohet askush, nëse e dini? Ata thonë: Allahu. E ti thuaju: atëherë, përse ma jepseni? Ja, ne ua kemi zbuluar atyre të vërtetën, por ata janë gënjeshtar. Allahu nuk ka zgjedhur për vete ndonjë birë, dhe përveç atij s'ka asnjë Zot tjetër, përndryshe çdo Zot do të merrte atë që ka krijuar dhe do të ngriheshin njëri mbi tjetrin. Qoftë I lartësuar ai nga shpifjet e tyre. Ai di të padukshmen dhe atë që shihet. Ai është shumë lart mbi zotat që I ja quajnë atij për shok. Thuaj, o Muhammed: O Zoti im, sikur të ma tregoje dënimin që u ke premtuar atyre, atëherë, o Zoti im, mos më lër mua me popullin keqbërës. Dhe me të vërtet, ne jemi në gjendje të tregojmë ty çfarë u kemi premtuar atyre. Largoje të keqen me atë që është më e mira.
ne i di mirë shpifjet e tyre. Dhe thuaj, o Zoti im, kërkoj të më mbrosh nga nxitjet e djajve, dhe tek ti mbështetem, o Zoti im, që të mos i kem pran meje. Kur i vjen vdekja ndonjërit prej tyre, jo besimtarve, a i thot: O Zoti im, më kthe që të bëj vepra të mira në botën që kam lënë. Kurse si, me të vërtet kjo është një fjalë të cilën ai kot e thot. Prapa vdekjes së tyre, do të ketë një kohë ndarëse deri në ditën kur do të ringjallen. Kur të fryhet në sur ditën e ringjalljes, atëherë midis tyre nuk do të ketë lidhje farefisnore, dhe ata as që do të pyesin për njeri tjetrin. Ata që u rëndohet peshorja e punëve të mira janë të shpëtuar. Sa për ata që do të kenë peshore të leta, mu ata do të jenë njerëzit që kanë humbur vetveten, duke qëndruar për herë në xhehenem. Zjarri do t'u apërsëlloj fytyrat dhe buzët, aq sa do t'u duken dhëmbët. Dhe atyre do t'u thuhet: Vall, a nuk ju lexoheshin shpalljet tona dhe i quanit ato gënjeshtra? Ata do të thonë: O Zoti ynë, neve na mposhti e keqja, tekat dhe dëshira jon, dhe ishim një popull i humbur. O Zoti ynë, nxirrna prej xhehenemit, e nëse kthehemi prap tek e keqja, atëherë jemi keqbërës të vërtet. Ai do t'u thotë: Rrini aty të përbuzur dhe mos më flisni asgjë. Mes robërve të mi ishte një grup i cili thoshte: O Zoti ynë, ne kemi besuar, andaj na fal dhe na mëshiro. Ti je më i miri i mëshiruesve. Por ju, o jo besimtar, i keni tallur ata aq shumë sa ju bën të më harronit mua së përmenduri, e për herë i përqeshnit ata. Unë i kam shpërblyer ata sot për durimin e tyre, e ata me të vërtet janë të shpëtuar. Ai do t'u thot jo besimtarve: Sa vjet keni qëndruar në tokë? Ata do të përgjigjen: Kemi qëndruar një ditë ose një pjesë dite. Pyesni ata që i kanë numëruar. Ai do të thot: Keni qëndruar shumë pak. Sikur ta kishit ditur. Mos vallë, keni menduar që ne ju kemi krijuar kot dhe që nuk do të ktheheshit te ne për t'ju gjykuar. I lartësuar është Allahu, sundimtari i vërtet. S'ka Zot tjetër të vërtet përveç atij, Zotit të Fronit Madhështor. Ai që pos Allahut adhuron Zot tjetër, duke mos pasur kur farë prove për këtë, me siguri do të jap llogari vetëm te Zoti i tij. Me të vërtet, nuk ka shpëtim për mohuesit. Dhe thuaj, o Muhammed: O Zoti im, fal dhe mëshiro, se ti je më i miri i mëshiruesve.